dashur që nënat të bashkohen, të jenë së bashku, të pasërohen me njëra tjetrën. Dhe në këtë aspekt unë e kam formuar këtë shoqat dhe i kam caktuar motrat e nderit të cilat shërbejnë në mision që të udhëheqin këtë shoqat. Kryetare është motra Klementina Augustini, pas bashku me motrën Valdeta Daka edhe me gratë tjera, nëna tjera e udhëheqin këtë shoqat e cila është me të vërtetë për ruajtjen e traditës e kulturës së nënës shqiptare, por me përshpirtëri të së lumës Nën Tereza. Kalojmë pak të një çështje tjetër, pra pavarësia e Kosovës. Pra dihet që pavarësinë e Kosovës e kanë prit çdo shqiptar anë kënd botës me shekuj. Ju për këtë ditë pra keni organizuar një mesh në shenjë falënderimi për shtetin Zvicran, në të cilin ka marrë pjesë edhe ministrja e jashtme e shtetit Zvicran, Zonja Kalmirej. Pra na flisni pak rreth këtij organizimi dhe na flisni pak se si erdhi që ministrja e jashtme të jetë prezente në meshën tuaj. Po kisha me thënë ndoshta sistemi zvicran ka një sistem që është i jashtëzakonshëm. Federata Zvicrane ka Bundesrat dhe Michelin Kalmeri është një Bundesrati, dhe me thënë është në kryesi shtetënore edhe ka përgjegjësinë e Ministrisë Punëve të Jashtme. Unë ata kam ftuar me 12 dhjetor të vitit 2007. 2007 ka qenë pavarësia, 2008. Po, 2007, edhe në atë kohë ajo ka qenë edhe kryetare shtetit, sepse në Zvicër në rohën vjet për vjet kryetar. Ajo ka vendosë për Krishtlindje me ardhë në meshën tonë. Qëllimi im ka qenë që ne të falenderojmë hyjin edhe të falenderojmë Zvicrën për gjitha të mirat të cilat i përjetojnë shqiptarët të cilët jetojnë në Zvicër, sepse nëse mund të them në Zvicër jetojnë 200.000 shqiptarë, edhe prej tyre 10 janë me besim katolik, ose çdo i treti besimtar nga Kosova është në Zvicër. Edhe për atë arsye kam dashur që ta falenderoj, sepse ajo e para ka qenë e cila ka thënë se Kosova duhet të jetë shtet i pavarur. Me 5 janar të vitit 2008 ka thirrë sekretarisha e saj edhe më ka thënë se Bundesratin Michelin Kalmeri do të vjen me 17 shkort. Për mua ka qenë befasi, sepse unë nuk e kom dita do të jetë pavarësia deri në atë kohë. Dhe e kom pyetëm se edhe i kom thënë se ne dëshirojmë ta falenderojmë hyjin edhe Zvicrën për pavarësi, po si do të jetë. Edhe kjo ka ndodhur, unë e kom pyet kur ka ardhur, se ka ardhur me tren, është interesante që të dëgjohet, nuk ka ardhur as me makinë as me helikopter, por ka ardhur me tren, kam shkuar, kam marrë në tren, e kom pyet, ka thënë rastësisht, edhe për ne ka qenë një kënaqësi, edhe qëllimi ka qenë i vetëm që ne ta falenderojmë hyjin për gjitha të mirat të cilat i përjetojnë shqiptarët në Zvicër, që thash janë 200.000, por edhe ta falenderojmë Zvicrën për ata njerëz që i kanë pranuar, për refugjat, për Caritasën, për kontributin që kanë dhënë për Kosovën, edhe për ne në botën e jashtme, edhe ka qenë një mesh falenderuese hyjit edhe shtetit Zvicran. Për ne ka qenë një kënaqësi e madhe që një musafir aq i lartë, domethënë një Bundesratin Michelin Kalmeri të jetë në mesh. Edhe në fund të meshës unë e kam përshëndet edhe e kam marrë fjalën e rastit para gjithë besimtarëve. Natyrisht se aty në kish nuk ka pas vetëm katolik, por ka pas shqiptar nga e gjithë Zvicra, edhe gjithë kanë qenë krenar se ajo ishte në mesin tonë. Pra përmendëm edhe më herët, ju keni kryer misionin tuaj në Zvicër dhe tani? Tani unë jam kthy në Kosovë, jam me shërbim në Velezh, një famulli afër Prizrenit, dhe tash kam filluar që një javë atje, tash do të mundohem aftësitë e mia të fus dhe të qes në të famulli. Ne falenderojmë shumë që gjetët kohë të ishit mysafir në studion tonë dhe ju urojmë suksese në punën e juaj të mëtutjeshme. Faleminderit edhe juve për ftesë dhe për bisedë.